Zoti Gazniqi, a keni pranu ftesë prej vendosës që me bë takim konsultativ dhe a jeni të hapur për një koalicion potencial me ta? No, me të më të folën, s'di pse na bën pyetjen e njëjtë kur përgjigja s'mundet me ndryshu se asnjë rrethon s'ka ndryshu. Na përgjigjen e kena të qartë. Edhe do të vazhdojmë me procedurat kushtetuese, i takon me të 15-in më konstituu kuvendi, partia që ka dalë para me provu me bë qeverinë. Nëse ata s'mundën, pastaj rradha është e jona dhe ne besojmë që në një situatë tillë ne do të arrijmë me pas qeverinë e cila do të udhëhiqet nga Bedri Hamza. Ftesa keni pranu për takim konsultativ? Po na jemi shumë transparent me pas pranu ftesë, ju e kishit ditë deri tash. A nëse bënim opozitën, atë keni dorë për kryeministrit? Apet po duhet ta thonë njëjtën sen. Për këtë tona kemi dhënë përgjigje. Asnjë rrethon nuk ka ndryshuar, që me ndryshu situata ose me ndryshu qëndrimi. Kandidati i cili besoj shumë do ta bënte ish opozitën bashk në një qeveri është veç Bedri Hamza. Çka nëse nuk arrit, do të kemi zgjedhje të reja. Jo. Kushtetuta çështi parashen, jemi të obliguar me respektu. Kushtetuta parashen me 15-in me u konstituu kuvendi, pastaj në kuvendet e keni ai që i pari nuk është nevoja me votu gjithsesi na, sepse kuvendi asnjëherë nuk ka pas të lashe me konstituim për sa i përket kryetarit kuvendit. Këtë çka na presim është që me 15-in me u propozu kryetari kuvendit, ne tjerë i propozojmë në kryetar të konstituim kuvendin, edhe s'humbim kohë se ashtu shumë kohë është humb. Nëse duhen votat e PDK-s, ai keni me ajop qeverisë për kryetar kuvendit. Po pse me ja dhon votat e PDK-s? M'fal se s'pe kuptoj pyetjen pse duhet na me ja votu kryetarin e kuvendit. Se kemi votu as të kaluamën, 2 herat kryetari është votu. Kryetari nuk është të lasha me bë 60 vota. Këtu unë veç shpresoj që do të ketë respektim mas pari të vullnetit qytetar, të votës qytetare, të Kushtetutës Republikës Kosovës, ashtu që të martën partia e parë me propozu kryetarin e kuvendit. Kjo është më rëndësi me ndodhë. Në momentin që ndodhë kjo, jam i bindur që asnjë të lashë s'ka me u bë 60 vota, as për kryetarin, as për kryesinë. Zoti Gazniqi, jeni duke bisedu me partitë e tjera opozitare për një qeveri të mundshme? Siç që kemi njoftuar, ne kemi komunikim të vazhdueshëm me partitë opozitare dhe besoj shumë që duke i respektuar rendin kushtetues, hapat kushtetues, në momentin që një gjë e tillë do të merrë dhe validitetin legal, pas dështimit potencial, po i them, të partisë së parë me themelu qeverinë e re, ne shumë shpejt besoj do të jemi të gatshëm me i ofru qytetarëve dhe vendet një qeveri tjetër. Me nismen a keni bisedu me Limajin? Me krejt kam bisedu. Veç LDK-ja ka një kusht të qartë, 2 kushte të qarta. E para është që ata me pos kryeministrin, edhe dyta është që me u zgjedh presidenti. Aja jep një kryeministrin LDK-s edhe dyta qysh mundi me zgjedh presidentin nëse nuk keni bashkëpunim me vetëvendosjen? Unë nuk mund me fol për parti tjera, po për sa i përket presidentit, o shumë herët me fol për presidentin. 11 muaj mandati kanë me presidentës aktuale. Sikur të mirëshim vesh shpejt për me themelu një qeveri të re, të hequr nga Bedri Hamza, më merr mendja që në proces janë 10 muaj, 11 muaj, të cilat do të sillnin në situatë të re, për cilën do të diskutonim kur t'i vjen rradha. Nuk mundi me mendu çka ndodh në marsin e vitit të ardhshëm, kur ne mas pari ende se kem konstituu kuvendin, se kem themelu qeverinë, edhe i kemi një parë zgjedhje lokale në mes. Ka shumë hapa të cilët unë besoj e ndikojnë kontekstin politik derisa të vijë rradha. Ne si kemi 80 vota, ne kemi 24, këto 24 vota do të jenë pjesë një marrëveshje potenciale për qeverinë e ardhshme, tu të hequr nga PDK-ja, dhe për sa i përket zgjedhjes presidentit, shohim kur të vijë rradha. Zoti Gazniqi, ta sqarojmë, a bëni kompromis për postin e kryeministit me LDK-n për shkak që është kushti vetëm? Edhe një herë me sqaru, sot u myt ato e sqaru. Është një radhë shumë normale e legitimitetit që në një rast që i pari dështon, atëherë i dyti e merr mandatin. Presidenta do duhej në rast dështimit të zotit Kurti si i pari në këto zgjedhje, me naftu neve për me mandatu një kandidat. Ne kemi mandatu në Bedri Hamzën dhe Bedri Hamza jam i bindur që është për te një figurë partijake politike, një figurë e pranueshme edhe për parti tjera, por edhe për qytetarë në përgjithësi, pa dallim të votave që i kanë dhënë me datën në shkurt. Jam i bindur që kishim me arrit me i vendos interesat e vendit
për të interesave dhe kërkesave puro partijake që mund të kenë partitë aktualisht. Nëse Kurti do të kërkojë një takim nga ju për tu përfshirë për të bërë bashkë për një qeveri të re të vendit, a do ta pranonit? Është shumë hipotetike kjo pyetje dhe nuk kisha me dhënë një përgjigje hipotetike, sepse më merr mendja që është sigur me pyet për këtë punën e presidentit, çka nëse vitin tjetër nuk gjedhet presidenti. Një gjë e tillë. Marrni ftesë për Kurtit për tu takuar. Vetëm sa thash ne jemi aq transparent që në momentin e parë sikur të kishte ndodhur ju do ta kishit ditë tashmë, sepse një gjë e tillë nuk bëhet në mënyrë jo publike. As nuk kemi ftesë, as ka takim, as nuk pres me ndodh diçka e tillë. Po, të shkoni në rast që do të merrni ftesë. Nuk e di. Qysh me ju përgjigj kur se ekziston kjo punë. Ju po thuni, është pyetja për mua është e njëjtë me thonë çka ndodhet nëse nuk zgjedhet presidenti vitin e ardhshëm. Falni, pyetjat hipotetike kërkojnë përgjigje hipotetike dhe përgjigjet hipotetike në politik nuk janë zakonisht të preferueshme. Ju falenderoj shumë edhe po normal që jam kryetari i partisë dhe vendosi unë. Po s'po tregoj ty sot çka vendosi.